Për herë të parë në Itali, një fëmijë është njohur ligjërisht si fëmijë i 3 prindërve, 2 baballarëve që e kanë rritur që nga lindja dhe nënës biologjike që e solli në jetë. Vendimi historik është marrë nga gjykata e apelit në Bari dhe tashmë ka marrë formë të prerë, duke u bërë detyrueshëm i zbatueshëm. Sipas mediave italiane, ky konsiderohet rasti i parë i këtij lloji në vend. Çështja ka tërhequr vëmendje të madhe, pasi vjen në një periudhë kur në Itali vazhdojnë debatet mbi ndalimin universal të zëvendësimit të shtatzënisë. Vendimi i gjykatës lejon në regjistrimin e certifikatës së lindjes së fëmijës me 2 baballar, duke hapur rrugën për një model të ri të njohjes ligjore të bashkëprindërimit. Sipas avokatit të një organizate për të drejtat LGBTQ+, i cili ka ndihmuar familjen në procesin gjyqësor, vendimi synon të mbrojë format e reja të prindërimit dhe interesin më të mirë të fëmijës, pa rënë ndesh me ligjin italian. Fëmia i cili aktualisht është 4 vjeç, ka lindur në Gjermani. Babai biologjik është i martuar prej më shumë se 10 vitesh me partnerin e tij italo-gjerman, ndërsa nëna biologjike është një mike e afërt e çiftit, e cila ka edhe fëmijë të tjerë. Që prej lindjes, fëmia është rritur nga 2 baballarët, ndërsa më vonë, partneri i babait biologjik kërkoi njohjen ligjore të atësisë. Ligji gjerman lejon që partnerët në çiftet e të njëjtit seks të adoptojnë fëmijën e partnerit të tyre, çka ka ndihmuar edhe në këtë proces ligjor.